është dhënë leje për ndërtimin e një heci ku banorët prej korrikut po vazhdojnë të protestojnë dhe nuk po gjejnë qetësi në shtëpinë e tyre, në tokat e tyre. Kurdaria është një eci hambari i bujqësisë së Matit, dhe jo i vetëm Matit, por edhe për Bulqizën, edhe për Dibrën, sepse ka shumë fermer dhe kanë investuar në bujqësi. Dhe prej disa kohësh ata po protestojnë sepse ish kandidati i Partisë Socialiste ka marrë një leje për hec. Pra ish kandidati në zgjedhjet e vitit 2013 në listat e qarkut Dibrës të Partisë Socialiste na doli fitues i një heci. Janë të zotët, ndoshta. Po, shiko, unë e thash edhe një herë, këta janë efektet që nga fushata e vitit 2023. E njëjta gjë ka ndodhur në fshatin Mallesh, ku banorët e fshatit Mallesh kanë në njësinë administrative Ulës në Bashkinë Madh kanë qenë në protesta të vazhdueshme disa kohë më parë për shkak se vëllai i ish kryebashkiakut të Madhit Agron Malaj kërkonte të ndërtonte një hec. Dhe banorët Pra, një sekond, po thua Denisa që këta njerëzit e veshur me pushtete kanë praktikisht privatizuar të gjithë terrenin, gjithë territorin. Është shumë e vërtet dhe nuk e di të them për qarqe të tjera, por në qarkun Dibër kjo po ndodh. Dhe dua të theksoj që ne, Partia Demokratike, jemi duke i parë këto me shumë kujdes, sidomos edhe për lejet që janë dhënë për parqe fotovoltaike në njësinë administrative Shupens. Jemi duke i verifikuar se kush është përfituesi, mënyra se si janë dhënë, edhe shumë e shumë procedura të tjera, sepse këta janë njerëz që vinë, futen në listat e qarkut Dibrës, promovohen, vinë, shpenzojnë para, pastaj blejnë vota për Partinë Socialiste dhe shpërblehen me një park fotovoltaik. Okej, kjo është pjesa e pasojës politike. Ajo që më bën kurioz është reagimi i qytetarëve, këta njerëz që jetojnë me atë tokë, që e kanë fatin dhe përditshmërinë e tyre të lidhur me atë tokë, deri në këto momente e shoh shqetësimin tuaj, zonja Vata, po nuk kam parë shqetësim tjetër. Mbase ju pëlqen mos merren më me bujqësi banorëve të Dibrës, mbase ju pëlqen që toka e tyre të bëhet park fotovoltaik dhe mos të kenë më as panoramën, as burimin e të ardhurave, as burimin e shëndetit, as gjë aty. Mbase duan të ikin gjithë në migrim. Shiko, qarku Dibër është një nga qarqet më të shpopulluar gjatë këtyre viteve. Dhe fshatrat në qarkun Dibër janë shpopulluar më shumë se ndoshta në ndonjë qark tjetër. Kjo vjen për shkak edhe të mungesës së investimeve, por dhe të mungesës së investimeve në bujqësi. Sot, Flavio, po të bëjmë llogari dhe të paktën nga ata që unë kam hulumtuar, në qarkun Dibër nuk ke një tuf baktish të mirëfillt që të thuash qarku Dibër furnizon banorët e gjithë qarkut me mish ose me... Tiranë ka një 20 restorante që thonë mish nga Peshkopia, mish nga Dibra. Nuk besoj, po kryesisht i marrin në Maqedoni. Dhe subvencionet në bujqësi në qarkun Dibër ka vite që bëhen sipas seleksionimeve ose sipas partisë që ata aderojnë. Pra, e thënë kjo Flavio, banorët e qarkut Dibër nuk është se nuk e kanë ngritur zërin, banorët e qarkut Dibër nuk është se nuk po protestojnë, banorët e qarkut Dibër, në qarkun Dibër ke disa vatra që sot po protestojnë dhe po përplasen me qeverinë, kanë ardhur madje kanë protestuar edhe para parlamentit, siç e përmenda edhe rastin e Kurdarisë, por nuk po arrin të gjejnë zgjidhje. E kuptoj. Dakord, faleminderit shumë Denisa, të përshëndesim. Faleminderit dhe juve. E përshëndesim Denisa Vata, kalojmë në shkëputje publicitare, rikthehemi me një herë pas pak. Qëndroni me ne.